pas ditën e kësaj të hëne, ku fatkeqësisht një gjyqtar humbi jetën nga sulmi i marrë nga një autor në sallën e gjyqit, i cili qëlloi drejt gjyqtarit 3 herë, nga ku u prek në kraharor me 3 plumba gjyqtari Astrid Kalaja. Ndërkohë, në këtë lidhje të drejt për drejt, kam kolegun Edison Vatnika, i cili ndodhet në vendngjarje për të na treguar dhe për të na raportuar më shumë detaje nga rrethana dhe po ashtu edhe puna e policisë në terren. Edison, përshëndetje edhe një herë. Çfarë është mësuar më tej rreth ngjarjes? Po, në fakt, ngjarje e rëndë, sigurisht që ka ndodhur ngjarje e rëndë në gjykatën e jurisdiksionit të apelit, ku një gjyqtar i njohur si Astrid Kalaja, gjyqtar karriere, edhe në shkallën e 2 të gjyqësorit, është vrarë marrëmzjarri brenda sallës së gjyqit, kohën kur ai do shpallte vendimin sa i takon një çështje në lidhje me pronat që kishte me disa palë në proces. Autori i njohur si Gjon Shkëmbi, një person që njihet nga strukturat vendore të policisë Shkodrës për sa i takon sjelljes të tija problematike, ka ankimuar mbi një sipërfaqe toke që pretendon se janë pronar dhe me akt pronësia apo dhurimi, ndërkohë që çështja kishte kaluar në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm të apelit për shqyrtim në shkallën e 2. Dhe në momentin që do zhvillojë dhe seanca gjyqësore, që është zhvilluar një seancë e tillë gjyqësore, në kohën kur do merr vendimi, autori Gjon Shkëmbi ka nxjerrë armën e zjarrit, mante në brez dhe ka qelluar në drejtim të gjyqtarit paktën 3 herë, duke e lënë të vdekur në vend. Është qelluar me 3 plumba në pjesë